Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë zullulani, a do qumësht apo valë, gomarica vjen vërdalë. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë zullulani. Përshëndetje miq. Mirëmbrëma të gjithëve. Takojmë në këtë mbrëmje të parë të kësaj jave e hënë 21 dhjetor 2025. Po dëgjoj mirë, dëgjoj mirë. Po është 22 dhjetor, po ka stile ta thash. 21 dhjetor. 22 dhjetor, mos 21. Po unë thash 21 dhjetor. Që në prezantim thash në këtë ditë të hënë. Shumë gabim. Po jo, nuk e thash gabim. Dita e hënë e fundit të dhjetorit është 22 dhe shënjon. Çfarë shënjon? Nuk shënjon asnjë gjë. Dje shënjonte. Po lëre protestën o pritore një minutë. E kjo vendin aty në mes të Tiranës 21 dhjetori. Çfarë është 21 dhjetori? Është dita para 22 dhjetorit. Jo, është ditë lindja e baba Stalinit. 21 dhjetori. A dhe prandaj është vendosur atje 21 dhjetori baba Stalini, dhe unë këtu po diskutoj e thosha, do të them Albanos, ore këtë 21 dhjetorin, si do t'ja bëjmë? Që ta heqim si emër atje, mor. 21-shin? 21 dhjetori, mo t'i vëm një emër tjetër, mor, të heqim Stalinin, mor. Do ngatrojnë njerëzit, se ja vëm 5 maj. Do ngatrojnë pas të vende 5 maj, dhe vende 5 maj. Po duhet, ore, vrit mendjen dhe gjej një emër që i lidh përfaqëson gjithë njerëzit në atë kryqëzim. Ti. Nuk shkon. Takojmë te ti. Jo, ti Agron Llakaj. Jo, takojmë te Goni. Takojmë te Goni. 21 dhjetori nga këtë tutje do quhet 4 rrugët e Shijakut. Jo, po vjen në Shijak, more. Vjen në Shijak, ka Shijaku 4 rrugë. 4 rrugët për ndroq, jo. 4 rrugët e Agronit. Jo, s'ka në Agron, se unë jam... Pse mo? Jam gjallë, mo, mu që... Po të shije ka, mo? Po të vëm një që nuk ronë, mo. Po mirë. 4 rrugët e Machiavellit. A i ka vdekur. O ka... E diti këtë rinia, po se di. Diti rinia që është Machiavelli. Pse nga tronë? Pse i fut në ca gjëra njerëzit? 4 rrugët e Tupakut. Tupakun e njojnë. As Tupakun e njojnë. Ka qenë ai. First off, fuck your bitch and the click you claim West Side right. Detyr. Nesër do të nxirret gazetari ose gazetaria të pjesë qytetare. Si mund t'i ndrojmë emrin nga 21 dhjetori në një emër tjetër? Emër që të shkojë tamam. Okej. Qa the? Qeveria ka festuar vitin e ri para kohe. What? Si? Why? Qa është kjo, më? Si u ishet tema e vitit të ri? Ishet se... Shkak protesta e thirrur nga opozita. Po pse opozita nami do ta kishte me pemën e vitit të ri? Opozita, kur ka qenë pozit, e zuri nami me tortën. Tani e kap me pemën. E shqyen tortën, që ishin në pushtet. Imagjino kur janë opozit që... Qare? Protesta e arriti qëllimit rëzoj pemën. Se mo mondi, po qëllimit e të rëzoj qeverin, mo mondi. Nuk të rëzoj pemën. Mondi, po përse flet bualli? Apo me që Rama i gjatë dhe Pema i gjatë dhe... O, Mondi, dëgjove tha vetë Berisha, kërkojmë largimin e Ramës dhe qeveri teknike. Ja, jepe. Dhe njëherë kërkoj largimin e tij të menjëhershëm nga qeveria, qeverinë për të përgatitur zgjedhjet e reja dhe rikthim në Shqipërisë në rrugën e ligjit dhe kushtetutës. Ka të drejtë se ky gjithmonë Shqipërinë në rrugën e ligjit dhe kushtetutës e ka mbajtur. Doktori. Nalë ta marrim qik Edi në telefon, o prit. Këtë do marrësh? Edi në telefon, Ramon. Okej. Alo? A më e do? Kuma? Kur unë nise? Ku është një histori? Pse s'më ka thënë mua? është nisën për në Amerikë, azil politik të Trumpi. Ajë më një porë. Mirë, do të akuesh me Trumpin? O mirë, pastaj vjen gru shteti që të shumë me fjallë. Qa do bëtë me atë pëmën që hoqën? E mirë, jo, s'ka që, po qa është një pëmë, po ha. Nëse po të gjojmë qikë doktorin, vazhdojnë protesta, aty vazhdojnë. Janë mirë, ka ndalë jashtë kontrolit të të mondi. Haj, qao. E që ditëshme. Si i ku kjo? Se që më thamë fund fare vëkë.
VK, çfarë do të thonë? Vendimi Këshillit Ministrave. VKM, po e ke mbyllur ti para kohë. Po dëgjova që tha VK dhe thash po ç'na arriti ky të. E nejse. Këtë nuk e kuptova unë, se po zjerën me mondin. Më tha mua shteti ta dallohet ta respekton një qeveri, sqaroi edhe mondin. Se duhet largohet te Dirama. Po s'ka pse të largohet, më valla. Po duan ata të largohet. Po më duan ata, po s'ka asgjë, pse do të largohet Rama se duan ata? Mondi dëgjoje këtë. Shqipëria mund të ketë disa qeveri njëkohësisht, si ka pasur disa herë. Kur më ka pas disa herë sa na çmendet ti. Ku i ka pas to disa qeveri? I do që nga kohë Romakve apo i do këto të fundit fare? Jo, tani këto të fundit fare. Çka ke? 1907. Po në 97. Në jug qeveria e Komitetit të Shpëtimit. Komiteti i Shpëtimit Kombëtar, po kjo është vërtet. Në veri le tash e di vetë si që e ashtu. Po. Në Tiranë, qeveria Berisha dhe qeveria Fino. 4 qeveri në një vend që është çere kore me helikopter që nga jugu deri veri. O mundi, po çat ke që ka? Dëbë. Berisha ka dalë sot shpall qeverinë e vet. Berisha qeverinë e tij, Pilinçi qeverinë e vet. Të tij, jeni sherit të tij në atë. Tiku Lapa. Lapa. E po nga që ka qëndruar gjatë aty është bër Lapa. Është trashur. Mirë, këto janë detaje që mund të mësosh publik. Çfarë ore? Qeshni thot, po Shqipëria mori fund. Jo, po mori fustan. Ka rënë Korça, thot. Si ka rënë Korça? Presidenti Donald Trump ka pezulluar programin e lotarisë amerikane pasi autori dyshuar i sulmit në Universitetin Brown pak ditë më parë kishte mbërritur në Shtetet e Bashkuara me të njëjtën skem. Sekretare e Sigurisë Kombëtare, Kristi Noem, tha në një postim në platformën sociale X se me urdhër të presidentit kërkoi nga shërbimet e shtetësisë dhe emigracionit të ndalonin menjëherë programin. Programi i vizave përmes lotarisë lëshonte çdo vit rreth 50.000 karta jeshile për persona nga vendet me shkallë të ulët emigracionin në SBA, përfshirë edhe vendin ton. Tu thaftë goja. Goja tu thaftë. Po me Korçën çpatët. Çfarë mund të ndodhi tani me Korçën që u ndaluan vizat? Kjo është e rëndë. Dëgjoj mua. Kjo është e rëndë megjithëse dhe Trumpi po bën një gabim strategjik të jashtëzakonshëm. Pse? Ta them unë pse. Amerika pa Korçën bie. Ç'a thua? Ka që rëndësishme është Korça për Amerikën? Është njësoj si Memaliaj për Tiranën. Jo. Po, në qoftë se Memaliaj ndalon se funksionuari dhe se prodhuari aq shumë të mira materiale dhe aq shumë tru, Tirana bie. Qeveria bie. Prandaj, po ka që rëndësishme Tirana pa Memaliaj nuk është merr fund. Prandaj ti Goni e kaq i vlerësuar dhe kaq i dashur. Po se di. Goni, ti je ajo që në Amerikë quajnë celebrity. Celebrity. Po, domethënë njëri që festohesh kudo që shkon. Bëjnë fest. Ka është e vërtet kjo. E ke vënë kur veten në banjë që duar trokasit të gjithë. E di, sa unë. Jo në banjë këshore. Publike. Te banjat e bënjës më që duar trokasin të gjithë. Banjat e publike ta. Po da. Dëgjoj tani. Pse se e celebrity? Jesi pas ka dalë kryetari i Bashkisë Korçës, nuk e njohim Amerikën. Ue? Jo fare. Si se njohin? Se njoh Amerikën. Se njohin s'kan muhabet apo? Korça nuk do ta njohë Amerikën. Vendosin tra, thot. Do vendosin tra kush hyn në Korçë me viza, këtë e mbrapa. Amerikanët apo të gjithë? Kryesisht amerikanë, po do e vendosin kështu këta me fjalë. E po, o Trumpi, vete kruajte. Vete kruajte, vete hëngre, Donald. Pa çpate me Korçën. Korçën s'ka lafe, çe di Korçën ti? Dëgjoj tani, ç'a bëra unë? Se është situatë e rëndë kjo e Korçës. Let me take a fucking wild guess. Të Govestoni. Really? Ora, po si na i dhiu Trumpi? E ndërpreu lotarin amerikane dhe kujt neve? Aleatit strategjik. A do dalin tani korçarët në protestë? Po, korçarët do dalin në protestë, po problemi është se për 1 muaj, 2 muaj tash do kisin në gratë të gjithë hajdutët. Mos na çojnë korçarët në protestë tash. Ama ik. O, Adriatik lapa, hajde më t'i folq, gjys me Adriatikun. Hajde këtu, hajde. Hajde më kjo ka fleke qandra. A, fleke qandra? Kjo fleme ne ke qandra. Ika, thekë mion. Vetëm i pytim. Ka të tiku pa buk. Lotarin amerikane mos na... Shumë mirë. Si më më neve? Jo, ikë, jo mja bozo të bund që shqiptarët ikën e. Se më tjetë, nga jeti nga e këtë bukë. Unë korçarë jam Allah të origjinë. Prejta prejt. Unë kam të origjinë am korçarë. Non e bap, o lerin të Nga momli jam unë. Non e bap. Po jam kolonjar dhe korçarë. Protest për lotarin amerikane. Do dalim aty. Ta honë sot në orën 6.
ke lapa, i bëjmë gjitha i rrugë e dy punë. Bëjmë dy protesta. Shkruaj, ta bëjmë Po sa mirë është kjo ide interesante. Trump liro vizën amerikane për koçar dhe kolonial. Po dhe në ring. Ne e diu Trumpi. Trumpi është legjend. Ne merrni vesh kush është Trump, i vërtet. Kush është? Trumpi shkatroi kabalën. Shkatroi këta qenë që i ke këtu nëpër Tiranë dhe kanë krijuar këto legvat qet. Ky është Trumpi. E kuptova. Ta merrni vesh. E kuptova. Po për lullëtarin amerikane, mos ndalin Lullëtarin amerikane. Të protestojnë koçarët? Le më të merr me këto gjëra. Viti tjetër ndryshon gjithë bota. Po ka një pjesë njerëz që për shembull mërziten për këtë pjesë. Sepse dikush thoshte do aplikoj, dikush ka aplikuar. Mos u merr me këto. Ndryshon gjithë bota vitin tjetër. Nëse Amerika do të penalizuar një shtet Ballkani, përfshihet edhe Shqipëria. Po ne jemi Amerikan dashës. Ne Amerikën e du shumë, këtë ata që janë të fortë e du. E kuptoj. E fortë Amerika. Që e du. Po si të bëjmë në ishtë të punon, në që të bëjmë? Së punon ty? Pare, s'ka vajtu në bësi i qajubit. Po pi Viagra? Jo, asë drej se ngratë. Se ngre, në? Jo, ka dek pare. Ka vajtë pësë. Po këj lajmi për mbyllën e lotarisë amerikane, na i dhja u Trumpi. Mos në talin ta korçarët protestash, ne ishim dalatë së e mbyllë lotarisë amerikane. Jo, e ha prap. E ha prap të një? Për ne kemi blokuar Amerikën, ngrihet flamuri shqiptar në Amerikë, ngrihet në Gjermani, ngrihet prap. Ngrihet gjithë botën. Gjithë botën e vla, qa do tani? Jo doam ne pse na ikin linja. Po shumë me këtu i bjen ne këtë gjithë. Isha ndi për para sa ditë, që shpisë reja të gjitha, emigranti këshim bërë. Do kthehen këtu, do ven nga do ven, në pësë do vinë. Pësë do vinë. Në pësë do vinë? E, për rilindja, pësë. Ti do kthesh, pësë? Të gjithë është në shkrimet e shenjta. Do kthehemi ande nga kemi ardhur. Partia Socialiste. Jo morion, plur. Plur special. Aha, social. Special. Special. Mondi, futi një publiciteti që të merremi në qikna, apo do të dheshte ozon ti? Ik një vrap deri në Sauk, ose deri tek mbikalimi ozon Arstir, ose në Xhamlik, ose te medreseja, ose te tregu elektrik. Nëse s'ka mundësi të desh nga këto, portoni e kështu më shkruani në kompjuter www.ozon.al dhe brenda 48 orësh porosia ju vjen në shtëpi. Përdorni kodin Albano, merrni 30% ulje, përdorni kodin Agron, merrni 60% ulje, përdorni kodin Trump, liro lotarin amerikane për Korçën dhe merrni 0 ulje, se si intereson. Ozon Electronics, jetoni më mirë. Duke kursye. Dilita, hajde me lek të grevës. Publicitet. Publicitet. Të dashur miq, përfitoj nga rasti edhe pse jemi në një moment të rrëzimit të pemës vitit të ri para kryeministrisë. Para 5-6 ditësh, afërsisht, Ministrja për Punët e Evropës dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Spiro Pali, bëri një vizitë e cila duhet quajtur një ngjarje e zakonshme e këtij shekulli në Greqi. Ato që bëri Spiro Pali në Athinë nuk e kanë bërë qindra politikan në vite, as Edi Rama që vajti ngriti flamurin mes Atinës. E peti apo jo? Shikojnë qik. Jepe Mondi, jepe. Gjo. Po Mondi, po. Mondi lere, në mënyrë më miqësore të mundshme e pritur në Athinë. Dilni shini kush na erdhi, Spiro Pali, domethënë kënga, që kishin nduar grekët. Maria me ta qitrina, pjona ga pas kalitera. Ky gjëra Petritis si ishte habitur, nuk ka mundësi ta një ministre kaq elegante në Evropë të paktën jo. Po, po. As Kallas, as ajo tjetra puta pas, që ka ajo Mors, Kos. Kos nuk është vajper e bukur, po ka su e dia ca ogoni. Qa ka su e dia? Po gjohë, nuk po flasim bukurimëndje, jo thjesht fizike.
Po më nëse për fizikën si dëgjoj more, më fal, nëse ti do ishe ministri i jashtëm. Kur të vetë thoshe atë të flisje për qeverinë këtë, si do thoshe për qeverinë ti? Qeveria e kujt? Do thosha qeveria e shqiptarëve. I kore pirdhu. Më vjen turp që nxorë këtë fellë e goja. Nuk thuhet ajo. Dëgjoj si flitet. Ministri i jashtëm ti leshkot. Për të gjithë gjerësinë e thellësinë e vet, qeveria e Edi Ramës e ka konsideruar dhe përcaktuar si strategjik partneritetin mes dy vendeve tona, qysh në programin e parë të qeverisë e në vijim. Objektivi ynë kombëtar dhe shoqëror, kushtetues dhe shpirtëror, pjesë e identitetit ton kombëtar, integrimi evropian, nënkupton mbylljen e grup kapitujve të negociatave deri në vitin 2027, mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme dhe vendimtare të Greqisë në këtë proces, mbështetje që ka qenë dhe do të mbetet shumë e rëndësishme për ne. Qeveria e Edi Ramës, o Albano, o gjetë trash. Dëgjoj tani, dëgjoj. Te kam mirë pritur nga që kam emrin Spiropalis. Po ja, s'është aty. Ket një gen grek. Shiko sa hapur i ka folur për çështje, dhe kjo më pëlqeu, prandaj thash e tronditi Athinën. Po dëgjoj, pse mua dëgjoj mos, unë tani bëj shaka. Po ti që habite që ka tronditur Elisa Athinën. Elisa trondit planetin, orë. Elisa rëzon Kabala. Po mirë, po mos... E diti kush Elisa? Po pritore... A e diti kush Elisa? Po Albano, po do më dëgjosh, të lutem, sa s'mara kalo? Ore, flasim këta grekët... Era, qirjemi që ta qi. Dëgjoj këtu, përveç, do më thënë, shiko tani, do më thënë se ne me grekun t'je di, janë 1 milion shqiptar. Ja. Ashtu. Dhe të vesh në mes atyre. Edhe të thua shto që i tha kjo... I ka bërë Leckë? O Albano, a i Gjera Petritis... Do rafuti në shërë, se unë me dëgjoj, që deklarate. Është babap direkt. Duke qenë partner në NATO, të lidhur nga një traktat miqësie dhe me perspektivë përbashkët europiane, Shqipëria mbështet përfundimin sa më parë të çdo lloji reference ligjore atavike nga lufta e dytë botërore me pasoja në marrëdhëniet aktuale, e cila nuk pasqyron realitetin e marrëdhënieve tona si aleat dhe si miq, dhe dua ta falenderoj posaçërisht ministrin Gjera Petritis për leadershipin e tij dhe për vizionin që ka për të krijuar një marrëdhënie me syt nga e ardhmja dhe duke i lënë pas narrativat e së shkuarës. Qa bën kjo mu? Ata vikje. Qa bën kjo mu nga vurin në shërë me njerëzit mu? Se, mirë bëri. Ja, për mua të gjitha atavizmat, atë të marrin, Pore, po qa në këto bërë nga vurin në shërë? Qa thua, Mondi? Po s'mundi e njëri u ka ishtë blatant. Pritë të djojmë të qamin. Qa thua? Po qamëria ku është atë? Edhe nuk e kuptove ti që kjo ka kërkuar zgjidhjen e çështjes çame. Ore Mondi, vepria apo i shurdhë. Çfarë do të thënë ata vike, mor budalla? Ata vike çfarë do të thënë? Ata vike a brenda është edhe çështja e çame. More. Nuk e din fikse ku është ata vike çështja e çame, po duhet të jetë diku aty. O ju brekët të argjenda, çfarë mbani aty brenda? Ata vike i merr të gjitha. Mor Mondi. Fryë era nga për jashtë, tundi brekët e mëndafshta sishe? Perde. Po edhe rëndësishme është, këtë e këtë përcaktuar, të zgjidhjet çështjet e kufirit. Detin halal ta kenë. Shqipëria mbetet po ashtu e përkushtuar për zgjidhjen e çështjeve të lidhura me kufirin, përfshirë dhe delimitimin e hapësirave detare në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe parimet e marrëdhënieve të fshinësisë së mirë, ku palët janë plotësisht të hapura për dialog konstruktiv. Ne do të vijojmë të udhëhiqemi nga vlerat thelbësore të Bashkimit Evropian, nga respekti për normat e të drejtës ndërkombëtare, për zgjidhjet paqësore të mosmarrëveshjeve dhe promovimin e stabilitetit në rajon. Kjo zonjë, jo dëgjoj më, po mitë shumë mija kanë gjeshur. Kjo, me një agresivitet të fshehur dhe me diplomaci të jashtëzakonshme, me një artikulim të pashoq, unë them ta nominojmë dhe ta kemi rezervë. Me një klon, prit, që në rast se një ditë vinë alienët dhe unë synodhem këtu dhe ata duan të pushtojnë tokën, se po jam unë i marrën këpus me pëllëmba, dërgoj me listën, dhe i përzë alienë për 2 sekonda. Që dhëti? Po, unë jam zëndës presidenti i Republikës Shamërisë për alienet, ufot edhe gjithë rotat e... Se bëndo të vezën e Elisës ti. Rofshe Elisa që në mblodhe... O Modi, publiciteti pa merve është nga këto gjera. Ja sa da gjithë,
O, çfarë emocioni kam ndje, më shikona? Bashkë ishëm të një berber. Ti u që the para, unë brapa pagova lekët, pagova 50.000 lekë. 15.000 lekë për ty. 15 për vetët, 30.000 për tikun. Se edhe u qetë dhe u ruaj. Dërgova berber nga 15. 15.000 tiku ruajt edhe i qethje. 30 për tikun. 30? 15 për mua, 15 për vetët, 30. 20 për tikun. 20 për 20. Jo? Ska gjë. Jo, edhe dërgova unë berberi jonë. I thashun, mirë Albano, zbëri zëfare, tha. S'kishë bërë zëti. Së ndihem unë. Edhe unë, tha, mirë, tha, dhe ti, tha. Së ndihem se berberi ta bënë këshu, gjithë kohë si te që ato qimet e ta shpif. Jo, mua me tharse. Me tharse? Kurse këtë vajtje dërgoj direkte dhe u ruajt, do ta ruaj leshin para Edi Ramës, pa i, Tiku. Tiku, se në fillim fare thoshe, unë nuk e ruaj për Edi Ramën, edhe u duhet të detyruar të ruaj për Edi Ramën. Për para Edi Ramës? Ta ruaj për Edi Ramës. Para se të dali para Edi Ramës. Shikoj që. Mollaqe të? Sa po mëni, faqe të? A, mirë pëse të gjova kej, s'ka dhe? Agron, ti do shpëtosh. I heqa me 30-20 vjetë. Po mirë ti, që edhe 100 vjetë. E, gjithë ti. Jo, po ti ku vetëm bledhë dhe goma e ka pasion. Këtë qoj ku duash dhe kryeministër, sa vjen Behari bret për goma në detë. O, zoti. Qa flet, po djo mua. Se surë zoka qeverit që merë berberin për para kryeministrisë. Po është, shiko, se ka që merë vesh nga protesta. Ty protestat i di, jore, rria, ty nuk më ruet, 10 ditë. Pastaj më ruet. Pastaj përsëri rritet prapaja, nuk më ruet. Mirë. Gjot është. Ku ju vete mëndja, si janë kaq malinj? Ku i gjingë do mjete, to instrumente, ku i gjingë do instrumente kaq dashakeqe për të rëzuar qeverin Rama. Po e coptuan mor të shkretin. Njëri ruet. Me brickun e berberit prem në vitjeri. Jo. Mos i bini kaq fortore se këputët ore. Ka dhe mbështetjen... Po shpirt ka dhe ajo ore. E din që është jo i mire, që thoni ju. Po shpirë këputët më avrin ore. Po, kur të fillon ty e motori nuk ka përëndikjet ndalon. Por do të gjosho. Do të gjoj. Ky, vajtin zori e i status, që kështë mbështetjen e Viktor Zhusit. Kaloj Viktori nga teatri për... Për në shpi. E tha, do të bëjmë foto, profesor. Doli atje, tha, kam mbështetjen e këtij burri. Tha, profesorin, shikoj që. More lapa, Viktor Zhusti i mashtruar i kthet Adriatik Lapajt. Pasi postoj foton me të, më përdore për propagandë politike. I thot profesori, me të drejtë, e përdori Tiku. Se dalë fotografi me Tikun, e di që fati eshta. Tiku i ka thënë Viktorit, bëjmë foto me që jemi këtu, dhe Viktori i ka thënë okej. Po, normal. E kjo e mori, thot, kam mbështetjen Viktor Zhustit. Po, e pasaj kështë në Viktori tha pastaj që po ti që bën ty, dhe më thajde bëjmë foto kështu. Me të fiks. Ma ka bërë njerë kadarea ma. Si me kam një foto me këtë. Ma ka bërë kadarea ma kështu. Ha. Ramet past. S'kam pas gjë me të po. Më ndalu njerë mes rrugës. Luana do bëjmë foto, tha? Qa thua? Edhe shkruajti pastaj, nëzori status Facebookun e ti, ja, dhe aktor të rinjë të talentuar, më duan mua. Ore, këse kam arruar të të pjës. U hodhën ata të opozitës në parlament, par djetnaj? U hodhën, par djetnaj. I pe ca nga ta deputetit që zunë karigët e ministrave? I pe, pas i pe. Shikojnë që këtu se do të mëllojison. E di pse ullën ata aty? Ta shpjegojmë. Është kolla e shpjegueshme dhe pak fare, nuk ke nevojë të thellohesh, ti të mendosh pak. E ke dëgjuar atë shkon gjuha ku dhëmballa? Po. Shkon bytha atje ku të pëlqen karikja. Çfarë thua? Pse këtë kuptim ka që ata vdesin të bëjnë çik ministra. Prandaj po bëjnë opozitë. Ata thua ti, bëjnë asikur. Është si ajo ëndra e gomarit kur po e hante ujku. Dhe thoshte inshallah është ëndër. Andrej Gomari tash unë. Kur ujku po hante gomari tha inshallah është ëndër. Edhe ta ka kalkuar ulur atje kanë thënë ata inshallah është ëndër. Inshallah është vërtet. Ose thënë, mos e ëndër është bën vakides del. Faktikisht domethënë sigur
të bëj një qeveri kështu rama me nga këta. Ikin nga opozita këta të gjithë. Me sekundën. Me sekonda? Ua. Po ti thot Rama aty rajde një ministra? Po, direkto. I bëjmë blok Saliut. Po ideali ku është? Kush? Ideali. Cili ideal? Ideali partisë. është plur Ku shkon Olinita? Është plur special. Ku shkon maj? Nuk është aty ideali. Se ka vendosur akoma Rama që do marri nga ju. Bëjmë shaka, moj, bëjmë shaka, dalem. Iku ke vajti të shkruaj emrin. Le, s'ka gjë. E çuditshme është. Po ne çfarë do bëjmë? Po të dëgjosh mua? Dhe mulemi marrin ai birë, shikojmë protestën. Dëgjoj. Ja fusim në bilardo. O mbaç më muçi. Ti provoj një herë më shpejt. O mbaç më muçi. Po të duhet mo. Kam stekën kështu të mprehur. Dëgjoj të them një gjë. Të them një gjë. Ishte gjithçka për këtë mbrëmje dashurik, po. Faleminderit që na Vazhdon, po zgjen fasulet aty. Vazhdon protesta. Tiku mos e ruaj, sa të rritet. Pastaj ruaj prap. Unë Albano, një javë të bukur dhe mos harroni nesër, do flasim për 21 dhjetorin. Ju duam fort se jeni dreqër, e dini dhe vetë që jeni dreqër dhe ne prap ju duam. Natë mirë.